Kolegji Publik Ndërkombëtar i Biznesit në Mitrovicë ka shënuar 15 vjetorin e themelimit. Për të shënuar këtë ditë u mbledhën shumë mysafir, përfaqësues të BE-s, ambasador, kryeministri në detyrë Albin Kurti, ministri e arsimit, si dhe mysafir nga Kroacia dhe vende të tjera evropiane. Rektoria e këtij kolegji, Mihone Kerolli, ka thënë se ky përvjetor është i veçantë dhe shënon moment të rëndësishëm për këtë institucion publik. Sot është një ditë e veçantë për Kolegjin Publik Ndërkombëtar Biznesi IBCM në Mitrovicë. 15 vite më parë, kur paramendoj se një gjë është e pamundur, hapet Kolegji IBCM në të dy anët e lumit Tiber. Dhe nga 2010, kur e kemi pasur të regjistrimin e parë të studentëve, kemi kaluar në sfida të ndryshme, por ja kemi arritur që bashkë ta ndërtojmë një institucion me standarde të larta evropiane, me një cilësi të madhe në programet të cilat i ofrojmë, me oferta të ndryshme për student, duke pas mundësi që ta kenë një cilësi mjaft lartë në Mitrovicë dhe në Kosovë, po të njëjtën kohë ta kenë mundësinë edhe të shkëmbejnë edhe të kalojnë 1 deri në 2 semestra në universitetet partnere në Bashkimin Evropian. Të gjithë studentët që janë bashkangjitur IBCM-it për vite të tëra, për postdiplomës IBCM-it kanë marrë edhe një diplomë nga universitetet partnere, gjë që u ka hapur rrugët për kërkesat e mëdha të tregut në vend, por edhe të tregut jashtë Kosovës. Andaj sot ne jemi falenderues për gjithë kontributin e stafit, por edhe besimin që studentët nga Kosova, po edhe jashtë Kosova, i kanë dhënë këtij institucioni në këtë pjesë të Mitrovicës. The International Business College Mitrovica imbues these values and principles best. From its founding 15 years ago, today we bear witness to its accomplishments, all of which are the result of our relentless cooperation. Throughout our mandate, the Kosovo government has not spared support for this especially important institution. Në këtë përvjetor të institucionit që u themelua nga BE-ja, e më pas u bë institucion publik i Kosovës, u vlerësuan edhe studentët më të dalluar. Kam filluar në studimet bachelor në menaxhimin e mjedisit dhe bujqësisë. Pastaj kam qenë në Gjermani për një semestër ku kam bërë për Erasmus Plus program, kam bërë në menaxhimin e venave në Guggenheim University. Pas përfundimit të bachelorit kam filluar dhe studimet e master. Pastaj në master jam qenë tani në vitin e 2 dhe jam në përfundim të diplomës. Titulli i diplomës është menaxhimi i veturinave solide në komunën e Vushtrës dhe ndikimi i tyre në mjedis. Kurse tani sot kemi marrë këtë certifikatën si pasojë notave të mira dhe si një nga studentët e dalluar të IBCM-it. Për neve të gjithë studentëve është ndjerë dhe kënaqësi që jemi studentë të këtij institucioni, sepse IBCM nuk do të thotë vetëm 15 vjet si kolegj, mirë po do të thotë përkushtim ndaj studentave, e që ne na inkurajojnë, na motivojnë të ndjekim ëndrat tona.